drejtën e emër të Republikës. Pra kemi rënë gjithë dakord që kush ka probleme, kush përballet me dikë, shkon dhe zgjidh çështën në gjykat. Këtë e bën politika, këtë e bëjnë individët, këtë e bëjnë shoqatat, gjithkush e kërkon të drejtën ta zgjidhë në gjykat. Dhe gjykati është simboli i drejtësisë. Kështu që kur ndodh kjo vrasje, nuk ka nevojë për këto elegjirat që ndodhin në tilla raste, të gjithë çojnë mesazhe ngushëllimi, të gjithë përpiqen të reagojnë me gjuhën e ashpër ndaj dhunës që ka ndodhur. E rëndësishme është të kuptojmë pse ka ndodhur, pse kemi ardhur në këtë pikë. Është shumë thjesht thua do marrim masa, do mbledhet trupa gjyqtarëve, do mbledhet trupa prokurorëve, do reagoj shteti, do reagoj kryeministria, do reagoj ministria e brendshme. Pse erdhëm te kjo pikë? Dhe që të kuptojmë se pse erdhëm te kjo pikë, për te të gjithë mesazheve që merren çdo ditë nga publiku dhe për te faktit që gati 80% e rrjetit në mënyrën më absurde të mundshme, por të kuptueshme nga ne këtu në Shqipëri, shkojnë dhe japin lavde dhe merita autorit të vrasjes, ne duhet të themi pse. Dhe po ta shohësh gjyqin si ka ndodhur, mes dy detajeve të gjyqit kupton që nuk ishte astrit Kalaja personi që duhet vritej për këtë gjë. Gjyqi mes dy palëve, të gjithë kanë dëgjuar tash historinë e dy palëve që kanë nisur në 92-shin. Sigurisht. Por gjyqi në vetvete, seanca ka qenë një seancë nga ato që quhen rëndom banale, rutinore. Pra, disa nga familjet, nga 31 familjet, ishin gjobitur nga zyra e përmbarimit, sepse nuk lironin godinën. Gjob. Kishin ankuar gjobën në gjykatën e shkallës parë të Shkodrës. Gjykata kishte dhënë të drejtë, kishte thënë refuzohet gjoba. Çështja kishte shkuar në apel. Dhe në apel do vendosej nëse kjo gjoba do rrinte në kurrizën e tyre apo do të hiqej. Gjyqtari Kalaj, mbasi ka bërë dy seanca gjyqi, ka vendosur që çështja të rikthehet për rigjykim. Pra nuk ka marrë autori në këtë gjyq ishte palë tretë. Pra interesojnë si çështje, por janë dy palë përballë, janë qytetarët, familjet me zyrën e përmbarimit. Për tek sajt, pra që është çështje që nuk e lidhet drejt për drejt. S'është në themel, pra dhe të vetë. Të gjithë ankohen për faktin që gjyqet po zgjaten me vite. Gjyqi i shkallës parë ishte bërë në korrik të 24-s. Pra, tani që ne themi gjyqi zgjat me vite, gjyqi i apelit u bë gati një vit më pas. Pra, nuk ka një arsye të mirëfillt që autori të shkojë dhe të vrasë gjyqtarin se po merrte vendim të padrejtë në raport me të. Unë kam përshtypjen që ky është një akumulim i tij vjetra vjeçar. Dhe ky ka shkuar me mendjen për ta bërë vrasjen. U gjend i ndjeri Kalaja përballë. Mund të ishte çdo gjyqtar tjetër. Por ai kishte ndarë mendjen që do bënte një vrasje në gjykat, për çfarë sipas tij kishte mbajtur në kurrizë gjithë këto vite. Fakti që ai nuk u largua pas vrasjes. Ishte i bindur. Ishte i qetë. Ishte i bindur dhe donte që vrasjen ta bënte atje. Sepse nëse donte ta kmerrë ndaj gjyqtarit, mund ta bënte në rrugë, në shtëpi. Gjyqtarët janë pa mbrojtur. Gjyqtarët jetojnë si ne, lëvizin si ne. Gjyqtarët e apelit, gjyqtarët e faktit. Vetëm gjyqtarët e GKO-s janë personat e mbrojtur në këtë vend, në mbrojtje të ngushtë. Gjithçka, gjithë tjerët jetojnë normalisht. Por ai donte ta bënte vrasjen atje. Por dën edhe një mesazh për gjithë njerëzit e tjerë, që ja në çfarë se ku mund ta sillni njeriu, çfarë mund t'i bëni njeriu, mungesë drejtësisë apo çfarë mund t'i bëni njeriu që shkon dhe bën vrasjen. Ai e dinte shumë mirë që mbas kësaj që ka bërë do kaloj gjithë jetën në burg. Sigurisht, po e mori përsipër ai këtë gjë. I xhaxhajti do kaloj kohën në burg. Ndoshta prona s'ka për të kthyer më kurrë mbas kësaj që ndodhi. Kështu që ka marrë përsipër gjithë pasojat për të bërë këtë ngjarje dhe ne duhet kuptojmë se pse e sollën individin te kjo pikë. Pra, duke lënë të kuptohet, qoftë metaforikisht, po edhe literalisht që autori që shkrepi këmbëzën është ky, po në thelb autorësia shkon përtej kësaj. Po patjetër, prandaj mund të jetë thjesht një domethënë është gjithë sistemi që e solli në këtë pikë. Pra u mbush gota. Ti dëgjon çdo ditë, më kemi dëgjuar kërcënime në sallë gjyqit. Mund të ketë pasur dhe ndonjë goditje gjyqtari, nuk gjithë këtë periudhë 35 vjeçar. Por nuk e mendon dot kurrë që dikush mund të shkojë dhe mund të vrasë gjyqtarin. Brenda sallës gjyqit. Aq më tepër, por një çështje prone. Pra gjyqtarët, dhe thash më parë, i vret, i kërcënon, terrorizon krimi organizuar. Dakor? Kur ti shkon te çështja individ me individ, palë me palë, të duket absurde që mund të arrihet në këtë pikë. Por çfarë kanë deklaruar sot në fakt njerëzit e drejtësisë? Njerëz të cilët i mbjetuan, po themi ne, vettingut të famshëm të reformës në drejtësi, apo që